koment për këtë njerë? Jo, këto janë komente që ka nevoj për që bazojnë informacione. Jo, për te informacionit, për faktin. Thjeshtë, për faktet është e frikshme. Këtu ka aq material, sa mund të bëhesh në 10 fushata elektorale për të përmbys një qeveri, praktikisht. Do thënë, shkosh në Europën normale, sot e perëndimore, në Europën normale, do në këto gjëra do të shkaktonin tërmetet ndaja. Po unë kisha këtu Berat Buzhalë në studio ditë dhe i thash Berat të ju këto s'dodhin, jo tha. Vrasje tilla mafioze në Kosovë nuk ka. Ka vrasje në gjakzëtësi e sipër, ka vrasje në sherre. Kosova nuk ka këto probleme me krimin organizuar. Vrasje krimit të organizuar, që të organizoj një atentat tillë në orën 9 dhe një atentat tjetër në orën 10, ku këtej vret babajnë e dikujt, këtej ndoshta tentojnë vrasin dikujt tjetër. Kosova ka probleme tjera mbase me ekstremizmin, po jo me krimin organizuar. Kam përshtypjen që nuk është vetëm krimi organizuar, është dhe krimi që organizuar këtu brenda. Sepse krimi ka dalë pak nga ato konturet e klasiket krimit. Klasiket konteksti që le të hajnë kokat, dësa teoristë modelit le të hajnë kokat, dhe si që the, nuk po hajnë më kokat e njëri tjetrit, po tash i të gjithë. Jo edhe maq, po së fundmi po lexoja duke bërë një lexim sepse isha në Palermo, thoshte tentativa dhe fundit krimit organizuar është sa më pak vrasje dhe sa më pak, më shumë investime, tentativë për të hyrë biznesë sa të vrasje dhe të lërju. Nuk ka më banda që kërkojnë territor. Ka disa kode. Këtë janë më them diçka. Duke ardhur tani se po dëgjoj një dokumentar të BBC-s. Dhe po fliste për situatën në Ekuador. Po. Dhe Ekuadori ishte me dy faktorë. Ishte qeveria që përpiqet tani të marrë shembullin e Salvadorit, ku po luftohen bandat e tjetër, dhe nga ana tjetër gjeni se kush ishte mafia shqiptare. Dhe një nga këta karakteristikat për cilën flite për mafia shqiptare. Reagon babai, Bardi Demiraj, thotë kishe drejt, fëmit i kam marrë unë dhe i kam dërguar tek spitali traumës Ushtaraku me foristradën time. Po të prisja dhe 1 minutë më shumë vones, thot, djali vogël, s'po lexoj emrin, nuk jeton të më. Ishte me 2 gëzhoja, 2 plumba në trup dhe 2 në dorën e majt. Tani jemi në spital në Itali. Ngjarja ka ndodhur 21:20, 21:30, babai, do më thënë 21:25, babai i ka quar dhe i ka quar për një kohë rekord. Po, është e vërtet, atëherë s'ka qenë, po. Babai thot, i kam quar unë, po e pyes për gjendjen e djalit. Tani shpresoj të më jap një informacion më drejt. Po djali është duke luftuar për jetën dhe është e tmerrshme, 11 vjeç, pa nisur jetën. Në moshën nuk e di kush nga ju i ka fëmijët në atë moshë, ta kuptoj se çfarë dhimbje mund të ketë familja për një fëmijë që ka shkuar të festojë ditëlindjen dhe nuk kthehet dot më në shtëpi darkë, po shkon në spital dhe sot është në një tjetër spital duke luftuar për jetën e tij. Pa asnjë faj. 11 vjeç nuk mund të kesh faj çfarëdo që të kesh. Domethënë nuk di, po më fal Ermal se të problemi është dhe ajo çfarë merrni si karakteristikë kryesore të mafias shqiptare në Ekuador, imagjinoni që në Ekuador, po, ata në Atlantikut dhe arrin të marrin pushtetin atje, mafia shqiptare që tashmë është bërë kontrolluese kryesore e trafikut drogës midis Amerikës Latine dhe Europës, dhe karakteristika kryesore ishte mizeria. Kjo ishte ajo kryesore. Dhe problemi më i madh mendoj nuk është vetëm çështja që ndodh diçka e tillë, se padyshim që është tragjike, është e tmerrshme, na bën gjithëve që kur shohim lajmet tani, shohim atë vetëm titullin, edhe sa e tmerrshme është për ne që jemi prindër, që detyrohemi të shohim pjesën e dytë të lajmit për të parë se mos rastësisht del një njerëz që njohim aty, që mund ta kemi të afërm, që mund ta kemi nxënës, student etj. Në një vend të vogël si Shqipëria që si unë mendoj e njohin dhe njëri tjetrin. Dhe keqja, thashë, keqja më e madhe është problemi që këto gjëra ndodhin. I lexojmë edhe i shohim pastaj në ato. Jo vetëm që s'e reagon njeri, por t'japin mesazhin e madh që në këtë vend ti mund të bësh çfarë të duash. Edhe asgjë nuk ndodh. E ty të kap kriminalin, të del nesër pas nesër, aty madje bëhet edhe model, edhe të frymëzon edhe këngëtarët e muzikës hip hop. Edhe këngëtarë që shkojnë në fushat pastaj, bëjnë fushat edhe për partinë pushtet. E marrin edhe në intervista etj. Dhe aty e bën lidhjen e shkurtër, midis dhe të qartë dhe të kuptueshme, midis atij emisionit që kisha para 2 muajsh, që na bëri gjithë të çajm këtu në studio. Pra djalin që u vra Stefanoli, lidhjen e shkurtër midis atij rasti edhe pjesës tjetër. Sepse nuk është vetëm problem i 3-4 njerëzve që vinë dhe të implantohen në Shqipëri edhe bëjnë diçka. Tu është një problem shumë më i madh, është shumë më i rëndë, dhe gjëja më e çuditshme këtu është se si ky vend nuk arrin dot të reagojë në ato mënyra që ka, përfshi edhe me votën.